Para thonë të Enes ibn Malik, më konë që ne nuk kena dobi për dersit, apo prezentimit në ligjerata, dhe nuk kemi ne dobi në shfletimin e hadithëve të pejgamberit Allahut, vetëm ketë është mjaftueshme që njerëzit të garojnë, të prezentojnë, të ndëgjojnë atë që e ka thonë, apo atë që e ka vepru, apo e ka meritu, e ka miratu pejgamberi Allahut. Çka thonë të? Thonë të pejgamberi Allahut e banë të një dua, që thotë nuk janë pjesëmarrës në këtë dua vetëm ata të cilët i përmbushin këtë kusht. Që thotë të Ibn Qayyimit pejgamberi Allahut vërtet nuk ka folë nga hamendja e tij, po ka folë prej wahit për shpallës Allahut. Për çka këse? Shkallët e diturisë janë 4. Etapat e diturisë janë 4. Dhe pejgamberi Allahut për këto njerëz të cilët i arrisin këto 4 etapa, 4 shkallë, ka bënë dua. Hadithën do ka thonë naddarallahu mar'an sami'a maqalati. Allahu ja ndriçoft fytyrën atij që don kohë për të ndëgjuar fjalën time. Ti më nda kohë me për një hadith pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut po bën dua për ty që Allahu ta ndriçoft fytyrën. A dini se fytyra s'ka mundësi të ndriçohet pa u ndriçuar zemra. Fytyra është pasqyrja e zemrës. Fytyra është pasqyrja e zemrës. E kush po lutet për ty? Pejgamberi Allahut. Thot Allahu ja ndriçoft një njeriu që don kohë për të ndëgjuar fjalën time. Kjo që i ka motivuar sahabët si Xhabirin 6 muaj me udhtu për një ditë. Kush ishte ato që i motivonte 6 muaj me rrugtu, me udhtu, jetën vakëf dhe me shpenzu çdo sen që e posedon për një hadith pejgamberit Allahut. Që ne shumë kollaj sot e gjejmë, mirë po njerëzit kanë udhtu. Ibn Ebi Hatim, kur e mirë të gjallin e vet në rrugtim, në kërkim të hadithit pejgamberit Allahut, në rrugtim ja jepte di gur të mëdhoj të ranë për rrugë kur udhtosh. Dhe atë e shoqërojnë, edhe ai e shoqëron. Derisa atë sharan i vin të gjallit kur ja niske me qajt se së bibon të ke edhe një unin ma e qetër. E pastaj kur ja niste me qajt edhe dytë të ke edhe. E pyetën Ibn Ebi Hatim pse pe munon gjallin me bajt gurë të ke për çka këse ai që e merr diturin dhe hadithin e pejgamberit Allahut let e len let. Si ja din kimeti. A e kuptuat nas pse nuk ja dim kimetin tash diturin dhe hadith pejgamberit Allahut. Për çka se kin shtrat në spall në me grujën edhe ndëgjon hadithin e Imam Buhariut. Kin nuk ka shpenzu kur gjon për të ndëgjuar hadithin e pejgamberit Allahut. Kin nuk ka sakrifiku asgjë për të mësuar hadithin e pejgamberit Allahut. Kin nuk asgjë nuk ka raskapi për të ndëgjuar hadithin e pejgamberit Allahut. Për çka arsye lelet? A di për çka ne e lëm shqiptarët veçanti e lëm fenë dhe bëjmë kompromis, po e shesmi fenë për di parë. Për çka se ne na mësu feja na ka ardhur gratis këtu. Na kur gjë nuk na kanë shpenzu. As gjë në jetën tonë, as komoditet s'kena prish për dinin e Allahut dhe për fenë e Allahut. Kurse ata burrat të cilët kanë sakrifiku për këtë din, s'kishin mundësi me bën kompromis në çështjen e fesë. Para të gëruja kër e përcëll të burrin e vetë të dejrë dhe në ngoshë për ta. Po del në tregun e nuk qofa më Allah i qefë. Na kena mundësi të përjetojmë dhe të rezistojmë ndaj varfëris, a mos kena mundësi në të rezistojmë në zjarëmi që nemit. Mjeri ti që 1 dinor në i ben shpi haram, që lisin se na nuk dojmë komoditet, nuk dojmë me ngronë barkin tonë me mush me haram, se ka thonë pejgamberi Allahut 1 dinor haram që ta ushtjen barkin tanë, qatë pjesë të gramit, mishit dhe vjamit tanë, zjarëmi gjenemit ka me shkri. 1 dinor që fitohet me haram, nuk ka mundësi të retët ki gram që është përfitu për haramit vetëm me zjarëm gjenemit Allah në rujtë. Për këtë arsye vëllezër të ndërsh. Na kemi dëshirë të bëjmë pjesë në doan dhe luqen e pejgamberit Allahut. A jeni dakord dhe ju? A keni dëshirë që t'jeni pjesëmarrë në duan e pejgamberit Allahut?
Atëherë plotësoj këto 4 kushte. E para, që gjenë kohë dhe të dëgju hadithin e pejgamberit Allahut. Tha Zoti, unë e kam blejen, tha, në shtëpi s'kam nevojë, tha. Unë tha me ndëgju për çka se vetë pe lexoj. E ndëgju hadithi vazhdon thot. Naddarallahu mar'an sami'a maqalati e dyta fa wa'aha. Allahu ja ndriçon fytyrën atij që e ndëgjon hadithin ta dhe e kupton. Kush të sqaron dëshminë? Kush të sqaron saktë se çka do të thonë aty? E treta, febellegha dhe e përcjell tek tjerët. Tha nga se ai që ti ja dërgon hadithin pejgamberit Allahut dhe ja shpjegon, ndoshta është më i zgjuar se ti. Dhe kjo e ka do të thonë dhe e treta për atin me përcjell hadithin e pejgamberit Allahut. E ndëgjon, e kupton, e praktikon dhe e përcjell ja tregon. Këto janë 4 kategori.